Dhe rikuperimi me endoskopi këtë rast, a është diçka që duhet me pas rregulla, qoftë në ushqim ende, qoftë në mirëmbajtjen e trupit, mos me quran, a mundet me u bë hernia edhe në këto raste? Jo. Vetëm në rastet, në rastet shumë të ralla, tek porta e kërthizës, mbi kërthizë ose nën kërthizë, varësisht çush e vendos kirurgu, prej konstitucionit trupit pacientit, kirurgu merr vendim a me bon ndërhyrjen për mbi kërthizë apo nër kërthizë, varësisht çush e ka pacienti trupin. Atëherë ajo portë është portë më e madhe. Mund të jetë 1 centimetër, te 12 mm porta, madhësia e portës përmes së cilës na punojmë me instrumente. Në qoftë se guri është më i madh se 2 cm, që ndodh shpesh, atëherë ne detyrohemi me hap pak më tepër, edhe 1 centimetër më tepër për me nxjerr gurin, se guri është 2 cm. Ai guri nuk del në portën 1 cm pa pas hapësirë. Kështu në këtilla raste na e hapim pak më tepër portën, po e kepim. Në shumicën e rasteve ajo qepet, edhe shumë rrallë ndodh, shumë rrallë me pas herni në vendin e